Luciano Pavarotti lindi në 12 tetor të vitit 1935 në qytetin e Modenas në veri të Italisë. Ai ishte djali i Fernando Pavarottit, që ishte një furtar I thjesht në ushtrinë italiane, por ishte I apasionuar pas muzikës, madje kishte arritur të këndonte edhe në nivel amatorial. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accenno e di pensiero. Pasionin që ai kishte për muzikën klasike ja transmetoi edhe të birit, duke I dhënë një shtysë për të vazhduar në rrugën e artit. Megjithatë, Pavarotti I ri vendosi të mos ndërmarrë menjëherë një karrierë të vërtet muzikore, duke mos ndjekur studimet për muzikë, por për një periudhë të gjatë ai u dedikua studimeve për të bërë mësues I edukimit fizik. Madje për 2 vite ai u punësua edhe si mësues I edukimit fizik në Institutin Magjistral të Modenas. Edhe pse I fokusuar në mësimdhënie në shkollë, ai nuk kishte lënë pas dore leksionet e muzikës, të cilat I merrte nga mjeshtri Arrigo Pola, me të cilin hodhi edhe bazat e karrierës së tij. 3 vite më vonë ishte Ettore Campogalliani ai që I mësoi Pavarottit të perfeksiononte teknikën e frazeologjisë dhe përqendrimit. Duke vazhduar të studiojë gjithmonë më shumë, tenori I ri korri suksesin e parë muzikor në një nga shfaqjet ku mori pjesë së bashku me babain e tij dhe Carole Rossinin në Wales, ku ata morën çmimin e parë si komia I arriti të marrë edhe çmimin e parë personal në konkursin ndërkombëtar Alice Peri. Triumfi në këtë konkurs I dha mundësinë të riut Pavarotti që të performonte përpara publikut të madh. Kështu në 29 prill 1961, ai u ngjit në skenën e teatrit të Reggio Emilias për të interpretuar rolin e Rodolfos në operan La Bohème të kompozuar nga kompozitori I njohur italian Giacomo Puccini dhe drejtuar në atë shfaqje nga Francesco Molinari Pradelli. Menjëherë pas suksesit të jashtëzakonshëm që pati kjo vepër, pati kërkesa të shumta si brenda dhe jashtë Italisë. Edhe pse shumë I famshëm në Itali, Pavarotti kishte realizuar vetëm pak koncerte jashtë vendit. Ishte viti 1963 kur ai mori një kërkesë të interpretonte përpara publikut britanik dhe më pas ai interpretoi në shumë skena të rëndësishme botërore, si Royal Opera House apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shumë vende të tjera, duke u bërë një nga zërat më brillant dhe një nga artistët më të njohur në të gjithë botën. Koncertet e tij të panumërta bën që artisti të nderojë me shumë çmime në të gjithë botën, si dhe mori mirënjohjen nga shumë lider botror, përfshi këtu edhe presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, George W. Bush. Në vitin 2007, Luciano Pavarotti u kthye në vilën e tij në qytetin e lindjes në Modena, duke luftuar me sëmundjen e kancerit, që kishte filluar t'ia merrte pak nga pak jetën legjendës së muzikës operistike. Sëmundja e tij u përkeqësua në gusht të vitit 2007, kur ai u detyrua të shtrohej në spital për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Në orën 5 të mëngjesit të 6 shtatorit 2007, Pavarotti u nda nga jeta në moshën 71 vjeçare, pra e përjetësoi figurën e tij në veprat e jashtëzakonshme që I la trashëgimi muzikës botërore. Ancora non c'è